U bë gati 2 vite që jeta e saj private shkroi fjalë mediave. Gjithçka nisi kur Sara Hoxha dhe Letri Vula i dhan fund raportit të tyre sentimental pas disa vitesh së bashku dhe një vajze që kam. Që prej asaj dite të shpeshta kanë qenë lajmet që vijnë nga blogerja, e cila vijon të jetë në qendër të vëmendjes. Këtë herë duket se një lajm nga jeta e saj private ka mbritur. Bëhet me dije se kohët e fundit Sara ka nisur të shoqërohet me një emër të njohur në rrjetet sociale të Tiranës. Djali në fjalë është biri një prej biznesmenëve të njohur të Tiranës, i cili është parë në shoqërinë e Sarës. Megjithatë, detaje nga kjo histori nuk dihen ende, nëse bëhet fjalë për një raport sentimental që ka nisur apo dy të rinj thjesht po frekuentohen për të njohur mes tyre. Por ajo që dihet me siguri është fakti se Sara dhe djaloshi janë parë së bashku. Kujtojmë se vetëm pak kohë më parë blogerja pranoi si shtende të dëshuar me Letrin, se nuk ishte gati për një raport sentimental. A e gati për një njohje të re dhe të qëndrueshme në jetën tënde? Ishte pyetja që u drejtua Sarës. Por ajo zgjodhi të përgjigjë shkurt jo. Në një emision televiziv ku ishte e ftuar pak kohë më parë, Sara lutoi për një lidhje të re të saj. Një moment në bisedën mes tyre, Sara la të nënkuptuar se mund të jetë në një lidhje të re dashurie.